Përshëndetje të nderuar teleshikues, nga ky edicion informativ, pas pak në lajme do të ndiqni. Tragjedi në Maliq, nëna dhe djali i saj 14 vjeçar kanë humbur jetën për shkak të asfiksisë së krijuar nga zjarri në banesë. Në gjendje të stabilizuar në spital është fëmia i vogël 6 vjeçar, shkak dyshohet soba me dru. Kryeministri Rama premtoi se brenda vitit 2030 do të rikonstruktohen të gjitha godinat e gjykatave, deklaroi se infrastruktura e tyre është keq menaxhuar. Në podcastin Flasim kishte të ftuar 3 sipërmarrës të rinj. Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 20 zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë. Ata akuzohet se kanë shpërdoruar detyrën gjatë 7 procedurave të prokurimit me vlerë mbi 5 miliard lekë. Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohen zgjedhjet për kryetarët dhe këshilltarët e komunave. Gare fortë mes shqiptarëve në 15 komuna. Pjesëmarrja në votime nuk është shumë e lartë. Grabitje në Muzeun e Louvrit në Paris, 3 persona të maskuara arritën të merrnin bijuteri dhe sende me vlerë të Napoleon Bonapartit dhe Perandoreshës Josefin. Grabitja ndodhi për 4 minuta pas kësaj ngjarje muzeu i mbyll. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Tragjedi në një familje në Maliq. Nëna dhe djali i saj, 14 vjeçar, ka humbur jetën për shkak të asfiksisë nga zjarri. Në gjendje të stabilizuar ndodhet në spital fëmia 6 vjeç. Nga veprindet e parahetimore mësohet se shkaku është bërë soba e drurit, ndërsa mësohet se të dy fëmijët kishin çrregulime të spektrit autik. Pothuajse e gjithë banesa e familjes Azislari është e djegur, krye familjari nuk ndodhej në shtëpi. Kryeministri Rama premtoi se brenda vitit 2030 do të rikonstruktohen të gjitha godinat e gjykatave. Ai deklaroi se infrastruktura e tyre është keq menaxhuar. Në podcastin Flasim, ai kishte të ftuar 3 sipërmarrës të rinj. Në nisje të episodit të 3 të podcastit të tij, kryeministri Edi Rama njoftoi se brenda vitit 2030 do të rikonstruktohen të gjitha godinat e sistemit të drejtësisë. Në Shqipërinë 2030 kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Sipas kreut të qeverisë, infrastruktura në sistemin e drejtësisë nuk është arritur as të mirë mbahet dhe as të mirë menaxhohet. Kam vënë re me keqardhje që vetë qeverisja e sistemit drejtësisë fal pavarësisë plot që ju dha, ka edhe po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Kryeministri foli edhe për planin e qeverisë për të mbështetur sipërmarrje të reja. Për këtë arsye, të ftuarit të radhës ishin 3 nismëtarë të krijimit të një laboratori për studimin e bimëve aromatike mjekësore. Mendojmë që kemi kaq shumë bimë që kanë kaq shumë vlerë, janë shumë pak. Dhe hedh sytë në studimet e tregut që si hecin ekstraktet, filloj dhe them, po mirë, nuk është gjunaf që ne mos i ekstraktojmë këto bimë, dhe kjo ka filluar fiks në 2019 unë mora një linjë pilot. Në këtë episod, kryeministri foli edhe për rrugtimin e ditë të gjatë në krye të qeverisë. Kjo është një histori, ngjitje, zbritje, shëshqitje, momente të caktuara, ndihesh i rrëzuar, ka shumë presion, stres, ka momente dhimbje fizike, sepse është shumë vështirë, besoj unë, ose ndoshta është dhe e pamundur për që t'ja të shpjegosh dikujt që kur arrin në maj e vetëm. Ndër të tjera, kreu i qeverisë ju kujtoi sipërmarrjeve të reja se qeveria është vetëm një derë, por janë të panumërta dyert të institucioneve të tjera, partnerëve të huaj apo programeve të Bashkimit Evropian që mund t'i ndihmojnë në nismat e tyre.
Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 20 zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë. Ata akuzohet se kanë shpërdoruar detyrën gjatë 7 procedurave të prokurimit me vlerë mbi 5 miliard lekë. 20 nënpunës publik u dërguan në gjyq nga Prokuroria e Tiranës, e cila i akuzon ata se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shpërdoruar detyrën gjatë 7 procedurave të prokurimit në Ministrinë e Bujqësisë. Këto procedura që hetuesit i kanë gjetur të dhëna në shkelje kapin vlerën e 525 milion lekëve. Përmes një njoftimi zyrtar, akuza e kryeqytetit sqaron se nga hetimet u konstatuan mangësi në përcaktimin e kritereve të mallrave që kërkoheshin për t'u blerë, si dhe fakti që testimi i tregut është kryer në mënyrë fiktive. Procedurat e dhëna në shkelje lidhen me prokurimet për shpenzime mbrojtje bimësh dhe luftimi i parazitëve në bujqësi, blerje pajisje për shërbimin veterinar, blerje kafshë të llojit gjedh për dëmshpërblimin e fermerëve të dëmtuar, si dhe për sistemin e monitorimit me kamera për hidrovorët. Hetimet për këtë dosje nisën pas kallëzimit të bërë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, bazuar në raportet e auditit që kreu kontrolli i lartë i shtetit. Një avokat është arrestuar në Elbasan pasi ka kanosur në gjyq prokurorin. Përplasja ndodhi gjatë seancës për konfirmimin e masës së sigurisë për 14 personat e arrestuar, disa për të cilëve u kapën me armë. Një avokat është arrestuar në Elbasan për shkak se dyshohet se ka kërcënuar në sallën e gjyqit një prokuror. Avokati Ulan Barjami është ndaluar nga policia në orët e mbrëmjes së premtes në Elbasan dhe akuzohet për kanosje për shkak të detyrës dhe kundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit. Mësohet se të njëjtin avokati Ulan Barjami ka qenë në sallën e gjyqit në gjykatën e Elbasanit për të mbrojtur klientin e tij Maksim Suçi alias Lika, të arrestuar si pjesë e grupit prej 14 personash që u gjendën në një lokal të armatosur. Ai ka kundërshtuar veprimet hetimore të ndërmarra nga prokurori Gjergjit Ceka dhe oficerët e policisë gjyqësore në lidhje me ngjarjen, pasi e pretendoi se gjatë operacionit për arrestimin e klientit të tij, i ndaluari nuk ka kundërshtuar punonjësit e policisë dhe se akuza ndaj tij është e gabuar, duke pretenduar se një ndër provat tregon se ka pasqyrim të rremtë të dhënave. Ai paralajmëroi kallëzim, por prokurori në sallën e gjyqit tha se avokati duhej arrestuar për veprimet e tij. Procesi përfundoi qetësisht pas ngjarjes të njëjtën. Të premten, avokati u thirr në polici për një deklarim, ku më pas ju komunikua dhe arrestimi për shkak të incidentit në gjykat. Dhoma e avokatisë ka kundërshtuar arrestimin duke cilësuar akt arbitrar. Guvernatori Gen Seiko ka marrë pjesë në forumin e organizuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në Washington. Ai deklaroi se ekonomia shqiptare është e qëndrueshme, ndërsa inflacioni ka qëndruar në nivele të ulta. Në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore të zhvilluara në Washington, ishte pjesë edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seiko. Gjatë takimeve me delegacionet e ndryshme, Seiko bëri një panoramë të ekonomisë së vendit tonë dhe pritshmëritë për të ardhmen sa i përket stabilitetit financiar. Pavarësisht sfidave, ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri dhe rritje në 2 vitet e fundit, me një normë mesatare rritje të prodhimit të brendshëm bruto prej rreth 3.5% në vit. Inflacioni ka qëndruar i ulët dhe i qëndrueshëm pranë objektivit prej 3%, ndërsa tregu i punës ka shënuar një ulje të pamundësisë dhe rritjen e pagave. Në perspektivën afatmesme, rritja ekonomike pritet që të ruajë një ritëm të qëndrueshëm. Sipas guvernatorit Seiko, në këto mbledhje të forumeve të nivelit të lartë me vendimarrësit e FMN-s dhe Bankës Botërore, në fokus ishte edhe inovacioni në sektorin financiar, ku Banka e Shqipërisë ka qenë angazhuar në përmirësimin e sistemeve të pagesave, siç është edhe SEPA. Instant vlerëson se çdo shqiptar që ka të paktën 27.000 lekë të ardhura në muaj ose 324.000 lekë në vit nuk është i varfër. Gjithsesi, sipas të institutit, 1 në çdo 5 shqiptar mbetet ende në rrezik për të rënë në varfëri. Ti shpëtosh varfërisë në Shqipëri duhet të kesh të paktën 27.000 lekë të ardhura në muaj, kjo sipas Instati, i cili ka publikuar rezultatet e anketës së të ardhurave të nivelit të jetesës, ku përcakton se kufiri i varfërisë për një person në vendin ton është rritur nga 262.000 lekë në vit në vitin 2023 në 324.000 lekë për vitin 2024. Gjithsesi, rreziku për të qenë i varfër në Shqipëri zbriti vitin e shkuar në 19.2%, duke shënuar një rënje të lehtë krahasuar me vitin 2023. Kjo i atribuohet në mënyrë të veçantë
pranë të rritjes me 23% të ardhurave mesatare mujore për frym, të cilat arritën në mbi 51.000 lek. 20% e më të pasurve sot përfitojnë 5 herë më shumë të ardhura se 20% e më të varfërve. Për sqarim, nëse ne do të heqim nga struktura aktuale 19% më të varfërit, kjo kalon automatikisht në 40%. 40% e Shqipërisë sot është e varfër. Pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave ka rënë lehtë, edhe privimi material dhe social ka zbritur në 32.8%. Një pjesë e konsiderueshme atyre të cilët sot nuk konsiderohen të varfër, i përkrahasin dy kategorive më në nevojë, ndihmës ekonomike dhe pensioneve. Duhet ishin paketa mbështetëse për një dinjitoze të këtyre individëve. Kjo është alarmi më i madh që ne duhet themi. Sipas Instat, Shqipëria vijon të përmirësojë treguesit social, por sfida mbetet balancimi mes rritjes ekonomike dhe uljes reale të pabarazisë. Po Gradeci pritet të përfshihet sezonin e ardhshëm turistik në guidat e operatorëve vendas dhe të huaj. Synimi është rritja e numrit të vizitorëve. Operatorët turistik theksuan nevojën që Po Gradeci të mos jetë më vetëm një destinacion tranzit, por një pikë qëndrimi me oferta të plota turistike. Në sezonin ardhshëm, Po Gradeci pritet të përfshihet në guidat e operatorëve turistik vendas dhe të huaj, me synimin për të rritur numrin e vizitorëve dhe për të shtuar netët e qëndrimit në këtë qytet. Në një takim të zhvilluar në Po Gradec me operatorët e Unionit Turistik Shqiptar, u theksua nevoja që turistët e huaj të mos e konsiderojnë Po Gradecin si një destinacion tranzit, por të ketë paketa të dedikuara, ku parashikohen më shumë net qëndrimi, duke shfrytzuar potencialin natyror dhe kulturor. Promovimi është tepër i domosdoshëm dhe promovimi nuk është thjesht se duhet bërë vetëm duke ne promovuar Po Gradecin ne si operator, i duhet promovuar edhe operatorëve kufitar, të cilët kanë mundësi ndoshta më të mëdha për të sjellë për ta inkluduar Po Gradecin në ato itineraret e tyre. Afërsia me aeroportin ndërkombëtar të Orit krijon një avantazh të rëndësishëm logjistik, i cili do të shfrytëzohet për organizimin e paketave të përbashkëta ndërkufitare. Në fund të 2026 tha që do lidh një marrëveshje me Ohrin, besoj që ai, siç e tha dhe vetë, duhet 4 chartera do qëndrojnë dhe do vinë dhe do bëjmë marrëveshje për të ardhur dhe në Po Gradec për të kaluar një natë apo 2 muaj. Kryetari i Unionit Turistik Shqiptar bëri të ditur se në Po Gradec do të ngrihet një degë posaçme e këtij unioni, e cila do të fokusohet në zhvillimin e paketave turistike 2 dhe 3 ditore. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me kompani turistike nga Polonia dhe Çekia pritet të sjellin një fluks të ri turistësh. Të arrisim bashkëpunimin për shkak të edhe zhvillimeve të kohëve të fundit të Po Gradecit, qofshë saj të rrugore, pra infrastruktura e cila ka përmirësim të madh, qofshë aksesimi i rrugëve të reja e cila ofron Tiranën. Për periudhën janar-gusht 2025 në hotelet e Po Gradecit janë akomoduar 95.528 turistë, nga të cilët 18.314 janë të huaj dhe 77.214 janë turistë vendas. Ullinjt janë prej Shekujsh, një nga prodhimet kryesore të kaninës. Banorët të zonës shprehen se këtë vit prodhimi do të jetë i pakët që ka ndikon jo pak në ekonominë e brisht të këtij fshati. Në vendin ton, varietet e ulliri ka disa, por njëri prej tyre ka marrë emrin e një fshati në jug të vendit. Bëhet fjalë për Kaninën, fshatin ku banorët këtu e kanë lidhur ngushtësisht jetesën me ullirin dhe vajin e tij. Ndodhem në zemër të Kaninës, një nga zonat më të njohura në jug të vendit për prodhimin e ullirit dhe vajit të ullirit të cilësisë së lartë. Pasmeje, siç mund të shihet në pamje, është një nga pikat e vjeljes së ullinjve ku fermerët nga Kanina vjelin frutin e punës së tyre disa mujore. Është pikërisht koha e vjeljes së kësaj kulture. Banorët e fshatit i gjejmë duke mbledhur ullinjt në pemët që janë shekullore. Prodhimi i këtë vit është më i pakët. Në këtë situatë kanë ndikuar ndryshimet klimatike dhe mungesa e rreshjeve gjatë stinës së verës. Këtë vit prodhimi në vitet e kaluara është më i pakët për arsye të klimatike. Edhe ulliri kaniot nuk është në prodhimin e dur, për arsye se jep një në 3 vjet prodhon ulliri kaniot. Pastaj kemi edhe ullirin argëlir, i cili jep vit për vit, po nuk është përsëri në parametrat e dura për shkak të klimës. Ulliri kalinjot nuk është në prodhimin e dur këtë vit dhe janë shumë varietete që ulin çmimin e ullirit kalinjot. Të tipit? Po prantojo, korone, çdo lloj zona të ndryshme. Ndonse prodhimi është i pakët, cilësia e ullirit mbetet e lartë. Banorët e këtij fshati ja dinë më shumë vlerat ullirit kaninjot.
Se është një ulliri shakullor tipik kaninjot i vendit, që ka fituar edhe me çmimin dhe në Amerikë, quhet për vlerat kurative si vaj. Sa vitesh keni qenë? Mbi 30 vjet. Pjesa më e madhe e rrënjve të ullirit në këtë fshat janë pikërisht të varietetit kaninjot, por megjithatë banorët kanë eksperimentuar edhe varietete të tjera. E kanë ruajtur traditën e këtij varieteti, pikërisht për vlerat e larta dhe vajin cilësor që del prej tij. Me një histori që shtrihet në mijëra vjeçar, vaji i ullirit është një nga asetet më të rëndësishme bujqësore të Shqipërisë, veçanërisht në jugun e vendit, aty ku vlora dhe kanina janë epiqendrat e prodhimit cilësor. Në këtë zonë ka edhe fabrika ku bëhet përpunimi i ullirit në vaj. Në këtë periudhë është edhe ngarkesa më e lartë e punës. Procesi i përpunimit zgjat në kohë dhe kalon në disa faza, nga larja e ullirit deri te përftimi i vajit. Njëri prej punonjësve të kësaj fabrike na tregon edhe për të gjithë punën që kryhet. Nëpërmjet koshit ikin me transportierin edhe vend te lavadriça ku lahet ulliri normalisht me ujë të ftohtë, pastrohet gjetja, kalojnë nëpërmjet transportuesit dhe shkon te ulliri ku bëhet bluarja e ullirit dhe pas bluarjes kalon në bunkier që i quajmë ne në homogen dhe këtu bëhet përpunimi diku te 40-45 minuta dhe nga këtu kalon në... Është një proces që zjat? Zjat paktën 40 minuta zjat dhe kalon nëpërmjet pompës, shkon te dekanteri ku bëhet ndarja e bërësisë, vajit dhe ujit. E normalisht nga aty pastaj kalon në filtër, ku quhet separatori që nëse ka pak ujë, filtrohet apo mbetje të tjera dhe del vaj i pastër. Rendimenti më i pakët i ullirit rrjedhimisht do të sjellë edhe rritje të çmimit të vajit të nxjerr nga ulliri kaninjot. Produkti shkon kryesisht në tregun vendas, ndërsa ka kërkesa edhe nga tregu i huaj. Është pak i shtrenjtë, domethënë është 12.000 lekë të vjetra, 1.200 lekë të reja. Për shkak edhe të sasisë të pakët, po dhe është një ulli që duhet i rritet dhe vlera, dhe vajt, edhe njerëzit duhet i adin të mirat vajt e ullirit kaninjot. Kultivuesit e këtij varieteti kërkojnë edhe ndihmë nga autoritetet, jo vetëm me subvencione, por edhe të punohet më shumë që marka e këtij vaji të njihet edhe në shtete të tjera. Ata kërkojnë ngritjen e një pike grumbullimi e më pas prodhimi të shkojë për eksport. Shteti nuk na përkra, që të hapi një pikë ku ta grumbullojmë këtë vaj dhe të bëhet sipas kërkesa standardeve që kërkon Bashkimi Evropian dhe të eksportohet siç bën tër botën dhe të konkurrojmë në treg. Vlora është një nga qarqet ku ka më shumë rrënj ulliri në vendin tonë. Në total numërohen mbi 120.000 rrënj ulliri, 70.000 prej të cilave janë ullin shekullor. Maqedonia e Veriut në zgjedhje lokale, gara më e fortë është në komunat me shumicë shqiptare, ku koalicioni Vlen garon me koalicionin opozitar Aleanca Kombëtare për Integrim i udhëhequr nga BDI-ja e Ali Ahmetit. Rreth 1.8 milion votues u thirrën në Maqedoninë e Veriut në raundin e parë për zgjedhjet lokale, por përqindjet e pjesëmarrjes ka rezultuar shumë të ulta. Deri në orën 13, përqindja e votuesve ka kapur shifrën e vetëm 20.16%. Këto votime konsiderohen si test elektoral për qeverinë e Mickovskit në kushtet kur procesi i integrimit evropian mbetet i bllokuar prej disa vitesh. Megjithse opozita këmbgulse populariteti i VMRO të PNR po bie, sondazhet kanë treguar se partia në pushtet mban një epërsi të konsiderueshme ndaj LSDM-s, e cila ende nuk po e rimer veten. Rezultatet mbetet të paqarta edhe në disa komuna, ku votuesit shqiptar përbëjnë shumicën. Një betejë e fortë po zhvillohet në kutitë e votimit mes koalicionit qeveritar Vlen dhe koalicionit opozitar Aleanca Kombëtare për Integrim, i udhëhequr nga BDI, partia Ali Ahmetit, e cila kaloi në opozit pas më shumë se 2 dekadash në pushtet, pas zgjedhjeve të vitit 2024, po sfidon legjitimitetin e koalicionit qeveritar Vlen për të përfaqësuar qytetarë shqiptar, duke kërkuar zgjedhje të parakohshme parlamentare, nëse fiton në shumë komuna. Votimet kanë nisur në orën 7 të mëngjesit, ndërkohë që qytetarët kanë mundësi të votojnë deri në orën 19. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut votojnë për herë të dytë brenda më shumë se 2 vitesh. Pasi vitin e kaluar, aty u zhvilluan zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Në këtë raund të parë të zgjedhjeve lokale duhet të zgjidhen edhe anëtarët e rinj të këshillave komunal. Në garën për kryetar komune konsiderohet i zgjedhur ai që ka fituar 50% plus një vot
me kush që në votim të kenë dalë së paku 1/3 e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në komunën përkatëse. Sipas rregullave, nëse asnjë nga kandidatët nuk e përmbush këtë kusht, atëherë do të kalohet në raundin e dytë, i cili mbahet më datë 2 nëntor, ku qytetarët do të zgjedhin mes dy kandidatëve, të cilët kanë fituar më shumë vota. Qytetarët serb janë në ankth pas vendimit nga Washingtoni që të nisë zbatimi i sanksioneve ndaj kompanisë industrisë së naftës për shkak të pronësisë ruse. Serbia varet kryesisht nga gazi rus, ndërkohë që shumica e familjeve përdorin atë për ngrohje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur që të zbatojnë sanksionet ndaj kompanisë serbe të industrisë së naftës për shkak të pronësisë së saj ruse. Kompania Nish u vendos në listën e sanksioneve amerikane me qëllim parandalimin e financimit të luftës së Rusisë ndaj Ukrainës përmes parave që gjenerojnë kompanitë ruse të energjisë. Kjo vendimarrje ka shkaktuar shqetësim në radhët e qytetarëve serb, nëse këtë dimër do të kenë sasi të mjaftueshme të energjisë për ngrohje, pavarësisht garancive që kanë dhënë autoritetet qeveritare. Paralelisht me këtë, Moska vendosi që marrëveshja e gazit me Beogradin të zgjatet vetëm deri në fund të këtij viti. Serbia varet kryesisht nga gazi rus, ndërkohë që shumica e familjeve përdorin atë për ngrohje. Zyrtarët serb prisin një marrëveshje të re 3 vjeçare me kompaninë ruse Gazprom për të importuar 2.5 miliard metra kub gaz në vit. Kontrata e mëparshme 10 vjeçare ka skatuar në fund të muajit maj, megjithatë pala ruse vendosi që ta zgjasë këtë kontratë vetëm deri në fund të këtij viti. Termocentralet e Beogradit përdorin 98.46% gaz për ngrohje dhe shumë pak burimet e tjera të energjisë si qymyri dhe nafta. Sipas Agjencisë Serbe të Energjisë, pjesën më të madhe të gazit në Serbi e shfrytëzori industria me 64%, familjet 16% dhe termocentralet 20%. Gazi dhe mazuti përdoren në masë më të vogël për prodhimin e energjisë elektrike në Serbi. Gjatë vizitës së saj të fundit në Beograd, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen premtoi që ta ndihmojë popullin serb për të siguruar ngrohjen gjatë dimrit që po vjen, por ende nuk dihet roli që mund të ketë Brukseli në betejën e nisur mes Moskës dhe Washingtonit për ta lënë Vučić në dilemën e furnizimit të mjaftueshëm me gaz. Tirana priti edicionin e 9 të maratonës në kategori 42 km dhe gjysmë maraton ishin konkurrentët kenian, ata që dominuan. Kryeqyteti priti edicionin e 9 të maratonës së Tiranës. Në event morën pjesë 5100 garues nga 56 shtete të ndryshme të botës. 42 km, 21 km, 10 km dhe fun and run ishin kategoritë ku pjesëmarrësit garuan. Fituesi i maratonës 42 km për meshkuj është keniani Bernard Kiprotich, i cili realizoi kohën 2 orë 21 minuta e 35 sekonda. Podiumi u plotësua nga 2 atletë të tjerë kenianë, Derek Chegei që mbylli garën 5 sekonda më vonë, kurse i treti ishte Shedrack Kipto, që realizoi kohën 2 orë 21 minuta e 44 sekonda. Në 10 më të mirë dhe 2 shqiptarë, Ilir Këllezi në vend të 8 dhe Altin Vorpsi i 9. Në kategorinë e femrave sërish dominuan garueset keniane. E para doli Çela Ngatsang me kohën 2 orë 39 minuta e 21 sekonda. Podiumin e plotësuan Roza Jepchumba dhe Lina Jepkemoi Kaino. Në vend të 4 doli vraphuesja shqiptare Blerina Bregu 5 minuta larg një vendi në podium. Fituesit e garës morën një çmim prej 5000 euro. Gjysmë maratona prej 21 kilometrash u fitua nga keniani Hillary Kiptum-Mayo, ndërsa në podium hipën edhe Rafael Gacheru dhe Kennedy Kipkemoi. Vendi 4 dhe i 5 për konkurrentët shqiptar, Ali Fenjiro dhe Tiron Mamusha. Në kategorinë e femrave sërish dominuan kenianët. E para doli Jebet Valentin, pastaj Jacinta Kavindu dhe Lina Jepkemoi. Triumfuesi i kategorisë 10 km është hungarezi Adam Lomb. E pas tij doli shqiptari nga Kosova, Albion Ymeri. Në vend të tretë polaku Krzysztof Zimanowski. Nga femrat në vend të parë doli Redja Dauti. Kohën e dytë më të shpejtë e realizoi turkja Sebahe Demir, e pastaj garuesja Natali Wagner. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lemesh. Faleminderit që na ndoqët.